Elton, ajo thaj që personi që ka bërë këto deklarata, pra ti ka qenë i detyruar për të bërë këto deklarata. Jo, absolutisht. Unë kam dëgjuar 2 deklarata të shëmtuara dhe unë kam marrë përsipër t'ja hedh në treg, t'ja servir, për t'i mohuar dhe për të thënë arsye në vërtet pse ka dalë Egli nga shtëpia. Pra ishte një farë ndihme që ti doje t'i bëj asaj. Urdhro? Pra ishte një farë ndihme që ti doje t'i bëj asaj. Nuk ishte ndihmë, unë kisha arritur në një pikë që doja të vërtetoja disa gjëra. Kishin qarkullonin 3 versione zyrtare. Një version zyrtar ishte rëndimi i rënd psikologjik, smundja, le të themi viroza shumë e rëndë që kishte rënd, duke u bashkuar bashkë me gjendjen e rënduar psikologjike që ajo kishte nga ky raporti shumë i famshëm me Gjestin. Tjetra ishte tentativa për vetvrasje, duke marrë fshehurazi nga dhoma e rrëfimit, ishte prapë një nga lajmet që qarkullonte, ku thuhej që kishte marrë ilaçet për t'i pritur të tëra me tentativë për të kryer një vetvrasje, dhe tjetra që ishte akoma dhe më e pabesueshme, që ishte pjesa e shtatzanisë, daljes dhe të bërjes së një aborti. Janë lajmi i parë që ka qenë lajmi zyrtar, të paktën me atë që unë di, dhe 2 të tjerat ishin thashë themet që qarkullonin nëpër korridore gazetarash dhe faktikisht për herë të parë po e deklaroj. Këto kanë qenë lajme të ardhura nga gazetarë nga Prishtina. Dhe unë nuk kam qenë i detyruar, unë kam qenë i kontaktuar nga këto gazetarë, ku fliteshe shumë qartë dhe thuheshe, qarkullojnë fjalë në mediumet kosovare, që Egli Tako është atë dhe ka dalë për të abortuar. Ishin ca lajme që nuk kishin dalë nga Top Channel. Lajme që kishin ardhur nga përtej kufirit tonë dhe që kërkonin një përgjigje. Mua më duken lajme shumë të shëmtuara dhe prandaj i kam deklaruar atëherë për të dhënë mundësinë e përgjinjëstrimit, që s'ndodhi kurrë në fakt, po ndodhi vetëm një kapje e imja në finalen e Big Brother, që pse i ke deklaruar, aty kam thënë që këto janë lajme që unë kam servitur që ju ti përgënjeshtroni, po jo Egli, familjarët e saj. Shpresoj shumë që Egli të rimarrë veten, dhe shpresoj shumë të heqë dorë nga disa deklarata të tipit, sikur takon njerëz nëpër korridoret të Top Channelit dhe e cilësojnë atë si diva, duke i kërkuar ndihmë për deklaratat e thëna, që janë deklarata të vërteta. Asnjë nuk ka takuar nëpër korridoret e Top Channelit. Flas tu për deklaratën që më është ka aluduar, sikur më ka takuar më. Unë jam personi që realisht ka deklaruar pjesën e të asaj që flitej, po ky prapë është gabimi i Eglit, sepse Egli, familjarët e Eglit, aso kohë i është dhënë mundësia për të sqaruar 2 nga thashëthemet më të shëmtuara që qarkullonin aso kohë në përrije. Njëra që ishte tentativa për vetvrasje dhe tjetra që ishte shkaku i abortit. Ajo që unë kam deklaruar ka qenë shumë e qartë. Flitet zërat e liq flasin për një abort ose një tentativë për vetvrasje. Më bën shumë përshtypje që asaj që është dukur më e rëndë pjesa e abortit, pjesa e vetvrasjes. Gjithsesi, punë e saj ka qenë një dorezë e hedhur personave që merreshin me rrjetet sociale të Eglit. Pasi asaj kohë ka qenë pjesa që unë kam pasur një blok nga faqja e saj për shkak të këshillave që her pas here jam munduar t'i jap pa të keq Eglit, faqes njerëzve që menaxhonin figurën e saj. Përgjigja ka qenë refuzuese, ka qenë arrogante, siç e kam deklaruar edhe këtu atëherë. Nuk është e vërtetë që unë kam takuar Eglin nëpër korridoret e Top Channelit, që ja kam mohuar këtë lajm, nuk e kam mohuar ndonjëherë këtë lajm, ja kam dhënë mundësinë familjarëve për ta mohuar këtë lajm. 2 lajme shumë të shëmtuara që kanë qarkulluar asaj kohë. Nuk i kam thënë Eglit as pak që ti je një diva, diva është mamaja ime, e vetmja grua që unë njoh, diva nuk njoh ndonjë diva tjetër në jetën time, apo të cilësoj për më tepër Egli Takon diva që nuk e di se përse duhet të quhet diva. Eltona, e çuditshme ishte në fakt edhe pjesa që Egli sqaroi se pse nuk, po themi, kishte hequr follow-on nga Instagrami motrës së Gjestit. Dhe në bisedën që kishte në fakt kur pyet nga moderatori Ledion Liço,
ajo tha që unë, me sa di unë, as ata nuk kanë një problem me mua dhe po themi i hodhi dorashkën gjestit për të thënë diçka i cili në fakt nuk tha asgjë. Kjo është shpreha birë se mani nënës këtë çaj më parë. Tani fshati që duket çdo kallahus, tash dihet më. E ke hequr nga follow sepse nuk të ka bërë follow back, nuk ka pasur dëshirë të ketë follow back, sepse nuk ke qenë personi që ata kanë menduar që mund të shikojnë në krah të djalit, vllajt apo të afërmit të tyre. E njëjta gjë ka qenë dhe sjellja e prindërve të, unë kam qenë në sken realisht momentin kur Egli ka vajtur dhe ka takuar prindërit dhe kam parë me sytë e mi, kam qenë vetëm 2 metra larg skenës. Ajo skena duket shumë e madhe në ekran, po nuk është aq e madhe, maksimumi është diku 10 metra dhe ti mund të jesh shumë afër kudo që të jesh. Kam qenë shumë afër pjesës kur Egli ka qenë duke takuar familjarët e Gjestit, që aty e kam vënë re, se kam shprehur kurrë këtë gjë, sepse kam parë një lloj indiferentizmi total. Madje më shumë është gëzuar Egli kur ka fituar Gjesti sesa janë gëzuar familjarët e, që s'ishin fare njerë në studio. Kanë ardhur pak më vonë, se ishin tek pjesa jashtë. E kam deklaruar edhe atë pjesën tjetër që se kam kuptuar kurrë të gëzimi kaq të madh të fitimit të një reality show, të një njeriu që ty realisht të ka dhënuar psikologjikisht, drejt që ta haj, pranohet po apo jo, e vërteta kjo është. Dhe aty kam vërtetuar që sindroma e Stockholmit po ekzistoka realisht. Nuk isha parë kur një njeri që të festonte aq shumë për dhunuesin e saj psikologjik. E bukur apo jo, e shëmtuar apo jo. Kjo është e vërteta dhe kam përshtypjen jemi në një pikë që drejt që ta haj, më mirë ta planojmë se sa të vazhdojmë të themi dhe të shesim vetëm për një njeri që shikon se unë kështu di të dashuroj. Jo, nuk e besoj këtë gjë, nuk e besoj që një vajzë me atë intelekt të di të dashuroj ashtu, nuk e besoj që një vajzë me atë formim, me atë karakter të di të dashuroj ashtu. Më vjen shumë keq që Egli nuk e gjen forcën për të rikthyer ajo Egli që ka qenë ditët e para kur ajo ka hyrë, kur mua realisht më ka pëlqyer dhe e kam parë në dyshën e fundit midis Eglit dhe Rozanës. Më vjen shumë keq që ajo vazhdon të pranoj, të shitet si e dashura e një njeriu që nuk ka përqen kurrë. Elton, tani pak po themi nga raporti që përmendu dhe ju Egli Gjesti. Egli, i pyetur nga moderatori Ledion Liço, tha që unë kam takuar Gjestin jashtë, kemi folur, por a pat ndonjë moment, po themi një lloj ftohtësie mes kësaj që thoshte Egli dhe asaj që tha që e kam takuar, jemi njohur jashtë më shumë? Realiteti është krejt tjetër. Të gjithë e di realiteti që është ndryshe pas daljes së Big Brotherit. Është një gjë që ja bën mu tashmë, nuk kam nevojë për asnjë koment, çdo gjë ka qenë lojë, ne kemi komentuar historikisht lojtarin. Nuk e kemi komentuar kurrë njeriu dhe për këtë dua ta cek patjetër. Për mua Egli Gjesti si vajzë, si djalë, domethënë janë dy njerëz, mund të jenë njerëz shumë të mirë, as edhe nuk i njohin, por në kuadër të lojës janë dy njerëz që kanë çeduar për mendimin tim në raport me njëri tjetrin. Më vjen keq që ka ndodhur ajo që ka ndodhur, më vjen keq që vazhdon edhe kërkohet të bëhet një normalizim i një marrëdhënie që nuk ka qenë normale. Nuk ka pse më Egli të fshihet pas gishtit të thokë, nuk ka asnjë marrëdhënie, është më e drejtë për atë se sa të vazhdoj të aludoj me këtë pjesën e kësaj. Që po ka një marrëdhënie, po juve nuk e shikoni. Të gjithë ishin pjesë post Big Brotherit në fest, ku unë e kam deklaruar dhe në top, kishte një atmosferë as pak miqësore midis të gjithë konkurrentëve, pa llogaritur dhe pjesën Egli Gjesti, që mbase ajo ka qenë dita e vetme dhe e fundit që ata janë parë bashkë, duke u larguar nga festa, duke vajtur pastaj në një lokal tjetër për të festuar, më pas jo, nuk kanë qenë. Sado që mbase të tjerët nuk e dinë, të paktën ne që jemi pjesë e topit e dim që jo, nuk kanë qenë bashkë. Sepse po të kishin qenë
do e kishim marrë vesh të ne. Egli nuk ka qenë as në koncertin që është bërë në Escape. Ajo duke po themi e besueshme ajo që tha që s'kam qenë për shkak të angazhimeve të mia. Të cilat janë angazhimet? Me që po më pyet, po të përgjigje me një pyetje të cilat janë angazhimet, se realisht është shumë shpejt për të folur për angazhime. S'ka pasur angazhime, të paktën për momentin tash. Edhe ata që kanë qenë në punë për momentin akoma se kanë detyrën që ka qenë. Flas edhe për Geta Gixhani që ka lënë një punë ka hyrë në Big Brother, akoma nuk e ka filluar punën e saj. Flasim për Valbonin që shpoj njëta gjë, flasim për Rozin që shpoj njëta gjë, flasim për Daelin që shpoj njëta gjë. Që mos të fshihemi pas gishtë duke bërë këtë gjë.